Të hënën, parti që përbëjnë koalicionin qeveritar, VMRO-DPMN, Vlen dhe Znam, kanë ndërmarrë një nismë për të formuar një komision anketues parlamentar për të hetuar tragjeditën në diskotekën Puls në Koçan, zjarrin në spitalin modular në Tetov, aksidentin e Durmotursit në Lloskarc dhe aksidentin e Besa Transit. Sot për këtë është prononcuar kryetari i grupit parlamentar të koalicionit të Vlen, Bekim Çoku. Për këtë nismë, në shkrime kanë deponuar 77 deputet në kuvend. Çoku tha se asnjë rast tragjik i shkaktuar nga faktori njeri nuk duhet trajtuar si episod i veçuar apo i izoluar. Qëllimi i komisionit është të vërë para përgjegjësisë funksionar publik, bartës të detyrave institucionale dhe persona të tjerë të përfshirë, si dhe të vlerësojë mënyrën e veprimit të institucioneve para, gjatë dhe pas ngjarjeve. Çoku sqaroi se komisioni anketues do të formohet në bazë të nenit 124, paragrafi 5 të rregullores së kuvendit. Ai do të përbëhet nga 15 anëtarë dhe zëvendësit e tyre, prej të cilëve 7 anëtarë do të propozohen nga grupi parlamentar i VMRO-DPMN-s, 2 nga grupi parlamentar i LSDM-s, 2 nga grupi parlamentar Fronti Evropian, 2 nga grupi parlamentar Vlen, 1 anëtar nga grupi parlamentar Znam dhe 1 anëtar nga grupi parlamentar Levica, ndërsa me të do të kryesojë një deputet nga radhët e partive opozitare.